Ku është bë kjo fotografi? Po e dim, po na thuaj ti. Kjo foto është bërë në Medinën, Medinën e Rasulullahit, s.a.s. Është nona jam në të djathtë dhe nusja jam në të majtë. 2 krahët e mi. Një burr i suksesshëm nuk mund ketë sukses nëse nuk ka krah të mirë. Dhe nuk ka krah më të mirë se i non edhe një bashkëshorte. Kështu që jam i privilegjuar, i lëvatum që shtash prap edhe këtu po e them. I bekuar që kam në krah një non heroin të fort, figura e forcës në imazhin tem qysh fëmijë nuk ka qenë baba sa ka qenë nona. Figura e forcës. Baba ka qenë më i ndihshëm. Babi jam ka qenë më i ndihshëm. Nështë më artist. Poet. Nështë më poet. Për shkak të profesionit. E ka transmetuar dramën, ka qenë më i butë. Nona ka qenë, domethënë, për me spjegu këto që nuk më duket që është e zakonshme. Për shembull, kur jetë 18 vjeçar dhe merr lejen e kerrit. Sfida është nona më ta dhon lejen, me dal me kerr. Baba është e kundërta, hajt bedel, do të më mësu, më pavarësu. Tonë ka qenë e kundërta. Bobi ka qenë ai që mabra është ti mirë vëzit, po komunikacioni është kaos, po të bjen ai kush, po bën e nona ka qenë ajo që bile më një frozë, po tha nëse e ki rrit për me kon me lon inkubator, tha leje. Do të dal me rrit, a vjen. Kështu që merre kerrin. Po, që kjo, thash, nuk mendoj që është e zakonshme se nona din me kon matë për shkak të sedimentit që e kanë. Jo, bile i thojnë babës mos e le. Mos e le, se do më na morën qofë. E kjo ka qenë një nonë që këtë pjesën e sedimentit e ka bom shef meje. Se nuk ka qenë ndryshe, aja shpirti i gruas, që është i ndihshëm, e kristalizon fëmijën, e ndjen për to, e ka edhe kjo si këtë nonat, po ka vendosur me mshef për meje. Dhe më thonë, rastin për mos më u kthy, se jemi në ditë feste, të rasti dojve, sa e kom po të qajt e kom nëzos gabim. Asnjëherë s'ka qajt për meje. Dhe më ka pas një figurë të hatashme të një gruje të fort. Për shta thash, figura e prindve të one, e forta ka qenë nona, baba ka qenë aja pjesa e ndihshme, aja pjesa artistike, aja pjesa spirituale, ndërsa nona ka qenë një figurë e fort, vjen për një familje. Është detaj interesant. Tash ka vdek një daje ime në mosh, është vdekja e parë e burrave që vdes për vdekjes atërore. 5 agjellarët nanës tem kanë vdek prej Serbit, prej luftës. 2 vllaznit e saj janë zhdukun prej luftës. Gjyshi dhe daja janë të vetmit që kanë vdek për vdekjes natyrale. Do më rrjedhë për një familje që e ka pagu bukur shumë çmimin e këtij e kësaj. Respekt gjithmonë. E ka trashëgu shikimin e gjyshit. E ka trashëgu atë se di çfarë imazhi kam. Kush e një eposin e shqiptarëve. Muja është figura e gjyshit të ndajve. Muja dhe Halili, ai burri, ai bablogi që ja jep vranësin kodët kur pin qeribalin me duhan, unë e kom pas gjithmonë babgjyshin tem. Burri klasik i malësisë shqiptare, një burri madh, edhe dojtë e kanë trashëgu, por nona më duket që ka trashëgu ma shumë, sepse unë e kom kalu jetën me ta. E ke njohur nga afër. Faleminderit shumë. E gruaja, për mësimet në hak, jo që është me shku në shpite. Që është me shku në shpita njëse. Ta është rejë, rësull. Duhet mi kry. Ti kry më manetit. Allah thot në Koran, se s'po du me marrë rolin e teologit, po më lejani këtë pjesë. Allah thot në Koran, e kam ba prej juve, i thot Ademit a.s. Gruan për qenë prejhe për njëri tjetrin. Nuk e kemi përmbushur qenërit e bashkëshortësisë, nëse gruaja ose burri për gruan, ose gruaja për burrin, nuk janë prejhe për njëri tjetrit. Dhe unë mendoj që këtë pjesë e kam. Jam i bekuar me këtë pjesë dhe aja është prejhja ime.